Në ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara është mbajtur konferenca përmbyllëse, nga heshtja në fuqi, historia ime, dinjiteti im. Në Gjilan është prezantuar projekti i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, i cili përgjatë 3 vjetëve ka ofruar mbështetje për gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara, si dhe nënat vetë ushqyese të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Përmes klinikës mobile, projekti ka ofruar shërbime psikosociale dhe ndihmë mjekësore e ligjore me bazë në shtëpi për qindra familje duke siguruar qasje në kujdes dhe shërbime publike. E gjithë kjo punë nuk ka qenë e lehtë në terren, tha drejtori ekzekutiv i Hendikosit në Gjilan, Fatmir Shurdhani. Nuk e kemi pas lehtë punën në terren fare, sepse ka qenë një terren shumë i hapur. Ne si staf jemi mundu me dhënë maksimumin, megjithatë nevojat janë aq të mëdha sa që nashta na kemi bërë diçka, po nevojat janë kanë shumë më të mëdha për ofrim të shërbimeve dhe Hendikosi ka pas ekipën mobile nashta që nga themelimi, po jo të kësaj natyre. Ne më herët kemi afruar mjete ndihmëse edhe kemi bërë identifikim të rasteve në terren. Tani kjo dallon shumë prej më herët. Klinika mobile ka një përbërje krejt ndryshe, ofrohen shërbime shumë më profesionale, janë ekip profesionale, ofrohen shërbime të drejtë për drejta tek qytetarët. Dhe qa kisha dashur me pas me kanën thjesht një kombinim i projektit, jo vetëm për nënat vetë ushqyese, sepse një pjesë të qytetarëve me një mënyra patjetër nuk kemi mujt më dalë në ballë. Koordinatorja për çështje gjinore pranë Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Majlinda Statovci, tha se nëpërmes këtij projekti në përgjithësi është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe. Askush nuk duhet të lëmë pas. Domethënë ky parim është ai sipas të cilit ne kemi vendosur dhe me mbështet këtë projekt, po sot domethënë është përmbyllja e këtij projektit. Mendoj që gjatë 3 viteve të kaluara, edhe pse unë kam marrë këtë projekt në mes të implementimit për shkak që kolegja paraprake ka shku në pension, mendoj që është bërë një punë shumë e madhe dhe për këtë desha ta falenderoj në fillim, domethënë Hendikosin në Gjilan, Hendikosin në Rani Luk dhe inkluzionin, domethënë partnerët që kanë bërë implementimin e këtij projektit. Nuk du me zgjatë shumë, domethënë, po kanë qenë tri aspekte kryesore që ky projekt i ka përfituesit dhe grupet e targetuara që i ka më herët. Domethënë, siguroj qasje nënave, vajzave, nënave vetë ushqyese që të avokojnë për të drejtat e tyre, të ngriz vedijen e shoqërisë dhe angazhimin e publikut për me i mbështet këto grupe të ndjeshme. Ka siguru klinikën mobile me shërbime mobile për këto target grupe. Qëllimi i këtij projekti është që t'i mundsohet këtij grupi plotësimi i të drejtave themelore për mbrojtje sociale dhe gjithëpërfshirje. Kështu tha mbikëqyrësja e rehabilitimit Ardiana Bytyqi, e cila tha se gjatë punës në terren janë identifikuar 2 kategori të ndjeshme. I ka mbulu gjithsej si klinikë mobile 12 komuna. Ka qenë jashtëzakonisht e vështirë sepse me një klinikë të vetme vetëm me udhëtu merr shumë kohë, me mbulu 12 komuna, po ka qenë një punë jashtëzakonshme për gjatë 3 viteve që është realizuar. Këto janë organizatat partnere, domethënë Hendikos Gjilan që ka pas barën e klinikës mobile, po të cilës ju ka bashku edhe inkluzioni dhe Hendikos Rani Luk, ku edhe janë mbulu jo vetëm komuniteti shqiptar, po dhe komuniteti serb dhe rom, dhe kemi pas qendrën për inovacion dhe zhvillim që është marrë plotësisht domethënë me ngritje të vedijes edhe me realizim të produkteve të ndryshme multimediale. Këto janë rezultatet direkte të programit për gjatë këtyre 3 viteve. Domethënë kemi 189 përfitues, prej tyre 40 nënave të ushqyese,
149 gra dhe vajza me aftësi kufizuara. Në kuadër të projektit të financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, është realizuar edhe libri digital me rrëfime, Historia ime, dinjiteti im. Ky libër u jep zëgrave dhe vajzave me aftësi të kufizuara, si dhe nënave vetë ushqyese të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Autorja e librit Shqipe Pajaziti tha se secila nga historitë përfaqëson realitetin në të cilën ato jetojnë. Gjatë takimeve dhe bisedave me gratë, por edhe familjarët e tyre, kemi parë nga afër se me çka realisht përballen këto gra. Ato flasin për fëmirin, sfidat, arritjet përtej barrierave, por edhe betejat e përditshme e shumë ëndra të cilat ato i lanë në gjysmë. Historitë e tyre mbi të gjitha janë dëshmi e vendosmërisë, guximit edhe forcës. Si autore e këtij libri, sfida më e madhe ka qenë që të arrijë të shpërfaqë historitë e tyre pa ndikuar përmes shkrimit në riviktimizim. Të përmbledhësh këto histori nuk ishte vetëm proces profesional, por edhe emocional.